jap një përqafim që në fillimet e para u pakzuan si rinia të TikTokut, por kjo doli një rini madhështore. Kam 3 gjëra për të alënquar në këtë emision, që ju përgëzoj si gazetar për trimërinë, për sakrificën, për gjithçka që keni treguar për 38 ditë. Unë jam mësuese në profesion dhe kjo protest më mësoi që të them frikës stop, s'ke punë në mua. Në këtë moment dua t'i bëj një thirrje presidentit, gjykatës kushtetuese. Pasi Edvin Kristaq Ramës i kemi bërë mjaft thirrje dhe s'është përgjigjur dhe s'ka dëgjuar fare. Për çfarë janë? Për çfarë janë në këtë komp? Janë për mbrojtjet kushtetutës apo për ta hedhur poshtë kushtetutën? Në vend që të arrestohet Edvin Kristaq Rama, arrestoi ata fëmijë, ata të ri dhe i mbajti në arrest për 72 orë. I bëj thirrje presidentit dhe gjykatës kushtetuese edhe një herë. Merr masa sa nuk është vonë, sepse ti je për mbrojtjen e kombit. Të mbrosh kombin do të thotë të mbrosh troje shqiptare. Ai po i shet, po i masakron këto troje. Të mbrosh njeriu që ka hedhur poshtë si qenie njerëzore. Po bën që këtë njeri ta tjetërsoj nga femër mashkull dhe nga mashkull femër. Gjë që vërtet është për të bërë dhe për qarë, për të loritur. I bëj thirrje dhe ambasadës amerikane. I bëj thirrje presidentit Trump. Shërbesa ku bëj pjesë, përveç se jam mësuese, jemi lutur që në 2014 për atë president. Dhe doli për 4 vite. Doli një dritë jeshile për kombin shqiptar. Në momentin që doli Biden pastaj president, këtu instalua një klik djallëzore me Sorekën në krye. Dhe arriti deri aty sa shkatroi gjithçka. Sa sot jemi vërtet në një gjendje të mjerueshme, politike, ekonomike, shpirtërore dhe gjithçka. I bëj thirrje Donald Trump të ka ardhur koha që ta kthesh atë resto këtij kombi, duke u lutur fuqishëm dhe duke ndërhyrë me gjithë atë autoritet që Perëndia e ka dhënë. Shikoje këtë komb që s'ka ku t'i hedh syt përveç se tek ty. Dhe diçka tjetër, Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Nëse protestuesit po bëjnë thirrje Berisha-Burg dhe Rama-Burg, ata po nxjerrin çdo ditë Sali Berishën për të solidarizuar me protestën. Kjo është një anti asaj që e thot. Ti zbato atë që po thot protestuesi. Shko një herë, zhvishu nga gjithçka politike, nga gjithçka partijake, paraqitu atje ku protestuesit po kërkojnë, pastaj dil në fushë të hapur, në fushë të Idanit dhe vepra siç është për të vepruar. Faleminderit shumë. Ju ngjofshat mirën, suksese. Atëherë do të vijojmë edhe me intervista tjera. Ishte një zonjë e cila kishte një pankartë që ne do ta shohim. Atëherë zonjë, nëse mund të atëherë keni zgjedhur